Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për zbatimin e programit Siguria e të rinjve, shërbimet e policisë në bashkëpunim me stafin e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Divjak kanë vijuar takimet sensibilizuese me nxënësit në prani të përfaqësuesve të shkollës, punonjësit social, psikologës, oficerit të sigurisë. Tek shkolla nëntëvjeçare Qerm Shkumbin u zhvilluan orët mësimore për edukimin në shkolla me nxënësit e klasës së 5 dhe të 7 të kësaj shkolle me temë drograt pararendse ose të lehta dhe alkooli, ku vu në dukje rreziqet që sjell alkooli për shëndetin, sjelljen dhe sigurinë e tyre, si edhe fuqizimi i tyre me njohuri për të marrë vendime të shëndetshme dhe të përgjegjshme. Prezantimi i temës u shoqërua me video dhe foto, ku nxënësit kishin mundësi të shihnin konkretisht pasojat dhe sëmundjet që shkaktojnë drograt dhe alkooli. Nga nxënësit pati shumë interes, ku u zhvillua një bashkëbisedim i ngrohtë miqësor me shumë pyetje dhe diskutime rreth temës, për të cilën ata morën dhe përgjigjet e duhura, si dhe mësuan si të raportojnë kur hasin me persona që janë në efektin e pijeve alkolike.